Një 31 vjeçar ka humbur jetën pas ditën e kësaj të premteje në Tiranë, pasi është goditur me thik në rrugën Kongresi i Lushnjës. Sipas të dhënave paraprake, shtetasi Egli Pashollari, sapo ka dalë nga makina e tij, është sulmuar nga 3 persona, 2 djem dhe një vajzë. Gjatë përplasjes fizike, njëri prej tyre dyshohet se e ka goditur me mjet prerës në kurriz. 31 vjeçarit i është vënë ndihma e parë pra një lokali në zonë dhe më pas është transportuar me automjet drejt spitalit nga personat në vendngjarje, por nuk ka mundur të mbijetoj plagëve dhe ka ndërruar jetë rrugës. Policia ka identifikuar autorin e dyshuar, por për shkak të hetimeve në vijim, nuk janë bërë publike të dhënat e tij. Forcat e rendit po punojnë për kapjen e tij dhe të personave të tjerë të përfshirë në ngjarje. Egli Pashollari ka qenë ish gardian burgu dhe më herët ishte arrestuar pasi akuzohej se kishte tentuar të fuste alkol në qelinë e Emiliano Shullazit, me të cilin dyshohet se kishte pasur lidhje. Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarjeje të rëndë.